Dashur teleshikues, jam Beqirësina nga zemra e New Yorkut Times Square. Këtu në kryqëzimin më të ndryshuar dhe të gjallë të botës, atmosfera është tashmë elektrizuese, drita vezulluese, fanca me fanella të kombeve të ndryshme, thirrjegëzimi dhe energji që pulson si një fest globale. Pikërisht kjo është ajo që po ndodh sot, ndërsa e gjithë bota e futbollit kthen syt nga Amerika e Veriut, Meksiko, Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja. Sonte 11 qershor nis dhe zyrtarisht Kupa e Botës 2026. Në stadiumin legjendar Azteca Mexico City, ceremonia madhështore e hapjes sjell hyje si Shakira, Jon Bellion dhe Tyla, dron magjeps, muzikë ritmike dhe mesazhe uniteti midis kombeve. Pas saj ndeshja hapëse, Meksika përballë me Afrikën e Jugut, një përsëritje emocionuese e finales së 2010-s, me fillimin rreth orës 15 me kohën e New Yorkut dhe 21 me kohën në Shqipëri e Kosovë. Ceremoni të ngjashme për Kupën e Botës do të zhvillohen në Toronto për Kanadan dhe Los Angeles për Shtetet e Bashkuara, duke bërë këtë start historik për të tre vendet pritëse. Ky është turneu më i madh ndonjëherë. Për herë të parë organizohet nga 3 shtete njëkohësisht dhe përfshin 48 kombëtare. Do të zhvillohen 104 ndeshje në 16 qytete të shpërndara në Shtetet e Bashkuara, Meksik dhe Kanada. Finalja e madhe do të luhet me 19 korrik në stadiumin MetLife, New York, New Jersey, vetëm pak minuta larg nga ku po jo flas unë sot. Skuadrat synojnë titullin më të lakmueshëm. Pritësit duan të shfrytëzojnë avantazhin e terrenit dhe mbështetjen e tifozave, ndërsa të tjerat kërkojnë surpriza. Spanja konsiderohet nga shumë analistë si favorite fort, fal talentit të ri të Lamine Yamal, 18 vjeçar dhe formës së shkëlqyer kolektive. Franca mbetet pretendente serioze me thellësinë e saj të pafund me praninë e Kylian Mbappé. Në garë janë dhe Argentina kampione në fuqi, Brazili, Anglia dhe Portugalia. Ky botror mund të shënojë lampomirën e një brezi legjendash. Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo mund të luajnë ndeshjen e tyre të fundit në skenën më të madhe. Argentina synon të mbrojë titullin e fituar në Katar, ndërsa Messi kërkon një fund dinjitoz ndërkombëtar. Formati i zgjeruar ka hapur dyert për surpriza të mëdha. Kombëtare debutuese si Jordania, Curaçao, Capo Verde dhe Uzbekistani do të kërkojnë të shkruajnë histori të reja. Historia e Kupës së Botës është plot me momente të paharrueshme, nga Korea që dominoi Italinë në 1966, paraqitja e Kamerunit 1990, apo ajo e Senegalit 2002 dhe ky edicion premton akoma më shumë. Por më shumë se një muaj, ritmi i së përditshmës do të ndërthuret me emocionet e këtij spektakli. Miliarda tifoz anë manglobit do të ndjekin bashkimin e kombeve, pasionin e pafund për plasjen e kulturave dhe ëndrat që bëhen realitet. Në Times Square, siç e shihni në këtë video, fancat e të gjithë botës po festojnë tashmë. Gjatë këtyre 35 ditëve ne do të ndjekim bashkë këtë aventurë nga New Yorku deri në glob. Qëndroni me ne për më shumë nga zonat e tifozëve në New York. Beqirësina.